Diabeti është një grup sëmundjesh që ndikojnë në mënyrën se si trupi përdor sheqerin në gjak, glukozën, një burim kryesor energjie për trupin dhe trurin. Pa marrë parasysh llojin e diabetit, kjo sëmundje mund të çojë në nivele të larta të sheqerit në gjak, duke shkaktuar probleme serioze shëndetësore. Sipas statistikave të publikuara nga Organizata Botërore e Shëndetësisë, mbi 400 milion njerëz në mbar botën vuajnë nga diabeti dhe shumica e tyre jetojnë në vendet më të ardhura të ulta dhe të mesme. Lidhur me këtë sot në Maj Poliklinik flet infermierja Fatime Brahaj, e cila shpjegon shërbimet profesionale që ofron kjo poliklinik. Sot, me 14 nëntor, shënojmë ditën ndërkombëtare të diabetit, ditë kjo që na kujton rëndësinë për shëndetin. Diabeti është një sëmundje që prek miliona njerëz në mbar botën, por me aktivitet fizik, ushqime të shëndetshme dhe me vizita të rregullta mjekësore, natyrisht që mund të parandalohet. Sot, përndër të kësaj dite, Maj Poliklinik ofron falas matjen e glikemisë, matjen e tensionit, si dhe analizën e urinës. Kujdesi për shëndetin sot është një garanci për një të ardhme më të mirë. Pra Maj Poliklinika është vazhdimisht dhe përherë në shërbim të shëndetit tuaj, tha ajo.